Standardi halal është një proces I cili kontrollon implementimin duke filluar që nga lënda e parë deri tek prodhimi final, përfshin këtu transportin dhe deri tek konsumatori, e që është një garancë se prodhimet nuk përmbajnë asnjë lëndë të ndaluar në bazë të sheriatit islam. Në këtë drejtim marr parasysh nevojën e sigurimit të shoqërisë muslimane për prodhime dhe produkte halal të industrisë ushqimore, Bashkia Fetare Islame në vitin 2013 merr përsipër mbi supet e veta përgjegjësinë e themelimit të Agjencisë për Halal Standard, e cila agjenci që nga viti 2013 deri më sot është funksionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe është I vetmi agjenci apo I vetmi institucion I cili lëshon certifikime apo certifikata të prodhimeve halal. Në bazë të gjitha grupeve profesionale, komisioneve profesionale të cilat posedon Agjencia për Halal Standard, të cilat kanë kualifikime adekuate në sferave të ndryshme dhe kanë të kryer trajnime adekuate të posaçme nga Instituti për Hulumtime Halal Gjimdesh nga Republika e Turqisë, ne deri më sot kryejmë certifikimin e prodhimtarisë industrisë ushqimore. Jemi në fazë të kompletimit të gjitha procedurave për certifikimin e shërbimeve profesionale, I cili është një proces shumë më I komplikuar se sa industria e ushqimit. Sa I përket interesimit të kompanive, ka një numër kompanive të cilët janë të interesuara për certifikimin e prodhimeve të tyre halal. Keqpërdorime mbi certifikatën halal të lëshuar nga Bashkia Islame nuk mund të ndodhin. Marr parasysh se është certifikat dhe logo e mbrojtur edhe me listë si pranë e Bashkisë Islame. Nga ana tjetër, me kompanitë të cilat deri më sot implementojnë standardin halal, nuk vërehet se ka patur nga ana e tyre ndonjë lëshim drejt implementimit të më të tjeshëm apo të vazhdueshëm të standardit halal, gjatë të cilën e kemi verifikuar edhe gjatë kontrollimeve të cilët ja bëjmë kohë pas kohe kompanive, qoftë ato kontrollet të lajmëruara apo qoftë ato kontrollet të pa lajmëruara. Ajo që mund të bëhet keqpërdorim nga kompani të ndryshme ose nga individa apo nga subjekte të ndryshme është kur ato paraprakisht nuk kërkojnë certifikim halal dhe nuk kanë të implementuar standardin halal, por përdorin logo të ndryshme me emrin halal dhe ngjesin prodhimeve të tyre. Në këtë drejtim, kjo është ajo përgjegjësia e Agjencisë për Halal Standard, po njëherët është edhe përgjegjësia e gjithë muslimanëve, ku marr parasysh se aty ku përdoret në ato prodhime emri halal, duhet të kërkohet edhe verifikimi I atyre. Kështu që duhet edhe një apel në përgjithësi e bëjmë popullatës muslimane. Nëse vërejnë prodhime me certifikim halal të pa verifikuara, ose nga shitësit duhet të kërkohet certifikim halal, apo nuk e posedojnë edhe certifikatën halal nga distributerat e madrave apo të ndryshme, atëherë duhet të dihet se ato janë prodhime të cilat janë prodhime që paraprakisht nuk kanë të implementuar të gjithë procedurën dhe paraparë të standardit halal.